Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, i nderuar kryetari i Bashkisë. Jemi në këtë mbledhje jashtë radhe të Këshillit Bashkiak. Mbledhja e kërkuar nga kryetari i Bashkisë me kërkesë e cila daton 5/6/2025 në protokolli 1751. Bazuar në nenin 53.3 gërma e ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, i ndryshuar të nenin 59 rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak. Pjesëmarrja në mbledhje është 14, pra korumi ligjor është në rregull. Kalojmë në leximin e rendit ditës. Pika 1 është miratimi i rendit ditës. Pika 2, miratimi i procedurës mbledhjes së Këshillit datë 26/5/2025. Pika 3, informacion mbi vendimet e miratura në mbledhjen e datës 26/5/2025. Dhe pika 4, projekt vendim për miratimin e përdorimit të fondit planifikuar në programin e emergjencave civile nga objekti blerje pajisje korse automatike për ndërhyrje në raste emergjente në objektin ndërtim të rrugëve mbajtës për gjatë rrugës Ymeraj, Gjinoqar me qëllim parandalimin e rrëshqitjes së rrugës. Blerje bazë materiale. Atëherë rendi i ditës është hartuar konform gjithë rregullat përcaktuara në ligj dhe rregullore. Votojmë rendin e ditës. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Faleminderit. Kalojmë në pikën 2, miratimi i procedurës mbledhjes Këshillit datë 26/5/2025. Materiali është përpara, i firmosur sipas rregullave. Kemi ndonjë vërejtje ose ndonjë paqartësi? Nëse po, nuk kemi. Miratohet procesi verbal i mbledhjes Këshillit datë 26/5/2025. Pika 3, informacion mbi vendimet e miratura në mbledhjen e datës 26/5/2025. Të lutem, Rafaela. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e datës 26/5/2025 janë marrë gjithsej 8 vendime nga numri 20 deri në 27. Të gjitha vendimet janë zbardhur në afat dhe janë përcjellë drejtorive përkatëse për ekzekutim. Nga këto 8 vendime, vetëm numri 24 i është përcjellë prefekturës dhe na ka ardhur përgjigja në përputhje me ligjin. Faleminderit. Faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 4, projekt vendim për miratimin e përdorimit të fondit planifikuar në programin e emergjencave civile nga objekti blerje pajisje korse automatike për ndërhyrje në raste emergjente në objektin ndërtim të mureve mbajtës për gjatë rrugës Ymeraj, Gjinoqar, me qëllim parandalimin e rrëshqitjes së rrugës. Paraprakisht fjalën ekzekutivi, pasandaj të hapur për diskutime. Përshëndetje. Falenderoj të gjithëve që erdhët sot, pavarësisht se ishte një mbledhje shumë e shpejtë, por duke patur parasysh se ne kemi filluar rrugën e Gjinoqarës nga punime që po kryen nga Agjencia e Shërbimeve Publike dhe gjatë punimeve janë konstatuar që disa segmente të saj është nevojshme ndërtimi i disa mureve mbajtës. Një mur mbajtës është në pjesën e poshtme të rrugës dhe një pjesë tjetër janë në pjesën e sipërme të rrugës. Gjithashtu, edhe punimet për ndërtimin e mureve do të kryhen nga ana e Agjencisë së Shërbimeve Publike për të ulur pjesën e kostos punëtorisë. Vetëm betoni do të merret i gatshëm, do merret vetëm baza materiale dhe gjitha punimet e tjera do të kryhen nga ana e Agjencisë së Shërbimeve Publike. Heqja e ndryshimi i zarit që ishte blerje korse automatike është hequr për arsye sepse ajo është e përfshirë tek traktori që do të blihet bashkë me fondin që erdhi nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe nuk ishte e nevojshme më që të ishte si zap apo si shpenzim tek Fondi i Emergjencave Civile të Bashkisë. Ndaj është bërë ky ndryshim, duke qenë se kemi dhe përdorimin e pjesës tjetër të Fondit të Emergjencave Civile që ka vlerë mbledhjen e kaluar për vazhdimin e projit në lagjin e re dhe fillimin e projit tek në Dukas, te rruga që shkon për tek Perla dhe del në Verbas. Mbas asaj të njëjtës vlerë do të shtohet asaj procedure do të shtohet dhe vlera për blerjen e betonit, po për ndërtimin e mureve dhe të treja këto si punë do të kryen nga Agjencia e Shërbimeve Publike dhe do të mbyllen brenda këtij viti. Ky është pak a shumë një sqarim që duhej për gjithë pjesën e mbledhjes që u bë tani. Është efekti kohës për shkak të mureve të Gjinoqarës, pasi duhet të ecin paralel me rrugën. Shumë shpejt të fillojnë shtresat asfaltike dhe normalisht duhet të fillojnë edhe muret mbajtës.
Faleminderit. Nëse keni ndonjë diçka, ndonjë sqarim, ndonjë gjë, mund të thoni. Jemi të hapur për diskutime. Po dësh. Atëherë, po e para njëherë po them dy fjalë në cilësinë e zëvendës kryetar Komisionit Ekonomisë, mbasi kjo si pikë ose si material projekt akti numër 26 kaloi në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë për shkak të mungesës kryetares. Bazuar mbi ligjin mbledhja u thërrit nga zëvendës kryetari, projekt akti u analizua dhe u miratua me 3 vota pro. Tani kryetar, kaq për pjesën e Komisionit të Ekonomisë. Kisha 2 pyetje në lidhje me projektin, se unë e kam parë atje në vend. Përgëzoj që filluat më në fund atje, sepse ka kohë që po përflitej ky si projekt, edhe hap mas hapi, shkuam deri tani. Unë personalisht e gjykoj të domosdoshme mbarjen e mureve mbajtëse, sepse pa bërjen e atyre mureve gjithë ky investim do ishte pothuajse jo i vlefshëm, po doja të thoshja në projektin që keni parashikuar me këtë fond që kemi. Deri ku shkojnë muret mbajtëse për sa i përket gjatësisë rrugës? Se gjatësia e rrugës fillon nga qendra e fshatit dhe përfundon tek shtëpia e fundit e lagjes Ymeraj. Janë të shtirë në gjithë segmentin e rrugës të mure mbajtës atje ku është më domosdoshme dhe ka pika të tjera ku do nevojiten mure të cilat do na dëmtojnë investimin? A mjafton ky buxhet për ta bërë eficiente atë investim që të mos dalë jashtë loje? Kjo ishte pyetja, faleminderit. Edhe me që jam këtu po bëj edhe një pyetje tjetër, sa keni parashikuar në kohë që zgjasin bërja e mureve mbajtëse dhe kur fillon hedhja shtresave dhe asfaltimi i rrugës? Faleminderit. Ajo vlerë fondi është afërsisht për 3 deri në 4 segmente muresh, janë më shumë se mos gaboj, një segment është 200 metra, një tjetër që është më i domosdoshmi nga të gjithë muret është një mur që është në pjesën e poshtme të rrugës dhe ka një gjatësi prej 50 deri 55 metra, që është i parashikuar dhe është i përfshirë të këto mure. Edhe janë dhe 3 segmente të pjesës lartë të mureve, por duke qenë se tek të gjithë gjatësia e rrugës është e mundshme që të bëhet skarpat dhe muri nuk është e nevojshme të jetë në një lartësi shumë të madhe. Muri do jetë në lartësi, zakonisht muri më i madh mos gaboj duhet të jetë diku tek 1.5 metra ose 1.8, mos gaboj Ermenita. 1.5 deri 1.8 mund të jetë maksimali, por duke qenë se ke mundësi për skarpat, do ulet lartësia e murit që ne të kemi mundësi për të shtrirë në një gjatësi më të madhe se me mure. Besoj se me këtë fond dhe me këtë ndërhyrje që do bëhet nga Agjencia e Shpërblimeve Publike mund të ngelet në një pjesë e vogël e pa trajtuar, por do shohim që me bazë materiale që kemi ne në agjenci për momentin që të bëjmë një ndërhyrje tjetër të vogël. E gjithë me këtë vlerë që të mbulosh gjithë gjatësinë e rrugës Gjynaqarës nuk e mbulon dot. Por pjesët që janë problematike dhe mund të ketë rrëshqitje të dherave do të mbulohen. Ndërsa për pjesën e afateve, pritet përgjigje prefekturës, janë procedurat e prokurimit që në këtë rast është e hapur e thjeshtuar që zgjat 10 ditë që ri në sistem, pjesë e vlerësimit procedurës që është maksimumi 2 javë, pjesë e dokumentacionit, besoj se punimet atje fillojnë për 1 muaj. Nëse çdo gjë ecën sipas afateve. Besoj për 1 muaj fillojnë punimet. Por punimet me shtresat e çakut dhe stabilizanti do të fillojnë më herët se do të fillojnë muret. Asfalti, për efekt që të mos ketë dëmtime të asfaltit kur të bëhen muret, do fillojnë në momentin që do përfundojë armatura e mureve. Punimet nuk do vonojnë sepse betoni do jetë i gatshëm. Koha që do merret më shumë është armatura e mureve. Nuk besoj se do e vonojmë shumë si kohë, sepse do fillojmë njëherë muret atje, pastaj do vazhdojmë me 2 përrejnë të vegjël në lagjin e re dhe në Dukas. Kështu që punë e parë do jenë muret në Gjynaqar. Kjo është pak a shumë, domethënë.
Më shqetësonte mua kryetar, nuk ishte më shumë koha se për sa kohë do bëhet, se shëndësi ka se vonoj dhe 2 muaj si projekt për të realizuar. Po ideja është që a do arrim dot ne duke rakorduar punimet, se mos na ndodh si rruga e lapidarit në Marglit që bën punimet, bën shtrimin me asfalt dhe pastaj ndërhyri ujësjellsi dhe na ka lënë sot e kësaj dita shumë. A do arrim dot ne ti rakordojmë punimet për muret mbajtës ashtu sikur se ju thoni 2 shtresat e para të çakullit, pastaj armaturën, pastaj heqja armaturës, vendosja e mureve dhe pastaj asfaltimi, a do na dëmtojnë punë njëra tjetrën? Këtë pata parasysh. Faleminderit. Duke qenë se në njësinë administrative Rushdi aktualisht është duke u zhvilluar projekti ujësjellsi dhe pjesa e gjynaqares është bërë linja kryesore e ujësjellsit dhe ndarjet që janë bërë nëpër familje. Dhe ujësjellsi nuk do ketë ndikim tek rruga e gjynaqares. Plus edhe ata pak punë kanë ngelur edhe nëse nuk do ishin bërë gjitha ndarjet e segment shpërndarja e ujit në pjesën e gjynaqares, përsëri kemi kohë që mos të ketë ndërhyrje nga ujësjellsi tek rruga që do të bëhet gjynaqare. Nuk do ketë probleme të tilla atje. Sepse i kemi pak a shumë kanë ecur ata të ujësjellsit dhe kemi në kohë për të vazhduar. Një nga arsyet që edhe u vonua ka qenë pikërisht edhe vazhdimi i ujësjellsit. Si ajo dhe 2 rrugë që janë gjynaqare dhe 3 rrugë tjera që janë siqes. Atje ishte në fakt, tek rruga e gjynaqares ka qenë një projekt, por pas vlerësimit që u bën nga inxhinierëve projekti, ishte një projekt që nuk ishte i duhur për atë lloj rruge. Nuk ishte shumë mangësi si projekt edhe kosto ishte artificialisht e lartë. Edhe do kishte ndërhyrje që nuk do ishin funksionale në momentin që të mbaronte. Ishte një KUZ që shkonte deri në një pikë dhe ishte me, si thuaç, me puset fundore që nuk derdhej në asnjë vend. Kur atje janë të gjithë me gropa septike. Ky është problemi, domethënë, dhe që u detyruam që pjesën e KUZ-s është e pamundur për ta bërë. Sepse nuk ke pikë ku mund ta çosh. Pikë shkarkimi për rrjetin e kanalizimit të ujrave të ndotur. Edhe u detyruam që të ndryshonim projektin me një kosto që është 5 herë më ulët. U hoq kostua e KUZ-s. Unë e di se ky projekt ka qenë që në kohën që ka qenë komunë, edhe di dhe ku ishte përcaktuar dhe ajo puceta fundore, por ajo që më shqetëson mua në këtë investime është ujrat e bardha janë parashikuar ku të shkojnë, se unë e kam parasysh me detaja të rrugë dhe i si komunitet e ka këtë shqetësim. A do ketë kunet projekti në krahun e sipërm që të kanalizoj ujrat e bardha dhe në fund të gjithas ku do i çoj, se do vi deri aty ku fillon investimi në qendër fshatit. Ku shkojnë pastaj ujrat e bardha? Se ajo është rrugë e gjitha me pjerësi që i sjell në qendër ato. Pjesën e ujrave të bardha, se pjesa më e madhe vjen tek sheshi që është në Gjynaqar. Atje do jam para disa ditësh pak më kam qenë që edhe i pam, janë në 2 vende që do bëhet në zgara metalike dhe gjithë ujë do vijë atje dhe në krah të rrugës është një prua kur del poshtë. Do sistemohen që të gjithë ujërat do derdhen tek do ketë dy kanale që do jenë me zgarë lart edhe do kalojnë një që është rruga që kalon nga kabina elektrike lart edhe pjesa tjetër që është që del në fillim të fshatit. Do lidhen bashkë të dyja dhe do kalojnë tek një prua e vogël që është në krah të djathtë. Është menduar sepse është problem që është ngritur nga banorët. Është ngritur edhe do jepet një zgjidhje. Në momentin që do bëhet muri, do bëhet edhe kuneta poshtë murit sepse nuk ka ndonjë edhe kosto në disa vende se nuk mund ta bësh në çdo vend, po edhe në një kohë të madhe për të bërë nuk është se ka për të bërë në momentin që bën murin të bësh edhe kunetën anësore. Është gjë që zgjidhet. Duke qenë se punimet janë nga vetë agjencia, jemi më fleksibël te punimet. Nuk ka ndonjë problem. Ky investim ta kënaqi komunitetin. Ashtu sikundër dhe ju ka kënaqur. Faleminderit.
Faleminderit Doshik. Kemi diskutime të tjera? Me qenë se s'kemi, propozoj ta kalojmë në... E lëm në fund atë, të kalojmë në votimin e pikës 4, për mos ta përsëritur. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Po relacionin e bët ju kryeta, nuk është një... Po për procedurë, mund ta marrësh fjalën, po. Për procedurë. Vazhdoj Armida. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Siç edhe u tha më parë nga kryetari, ky projekt vendim ka të bëjë me miratimin e fondit të planifikuar në emergjenca civile, e cila ishte parashikuar në vlerën prej 2.422.374 lek për objektin blerje pajisje korse automatike për ndërhyrje në raste emergjente. Pas vlerësimit të këtij objekti, ku paralelisht ne kemi marrë dhe miratimin nga Agjencia Kombëtare Civile për financimin e blerje traktor dhe fres, kemi vlerësuar që ai si mjet është i mjaftueshëm me funksione të ngjashme dhe në këtë mënyrë këtë fond duam që ta përdorim për ndërtimin e mureve përgjatë rrugës Ymeraj në Gjinoçar. Në këto kushte i kërkojmë Këshillit të miratoj këtë vlerë prej 2.422.374 lekë. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, duke u bazuar edhe fjala e Ermenitës, por edhe tek opinioni i komisionit i shprehur nga zëvendës kryetari i Komisionit të Ekonomisë, propozoj të kalojmë në votimin e pikës 4. Kush është dakord? Edhe një herë. 14 pro, asnjë kundër, miratohet pika 4. Shumë faleminderit për kontributin në këtë mbledhje, e deklaroj të mbyllur. Por do të qëndrojmë në sallë për disa sqarime të vogla me kryetarin e bashkisë. Është me kërkesë kryetarit.